Hemoragjitë cerebrale përbëjnë një nga situatat më të rënda neurologjike që kërkon ndërhyrje të menjëhershme dhe vlerësim të specializuar. Mjeku neurokirurg Jurgen Kinka shpjegon faktorët kryesor që i shkaktojnë dhe mënyra si vlerësohet ashpërsia e rastit. Janë patologji që lidhen me çarjen e enëve të gjakut të trurit dhe kjo pastaj përkthehet në simptoma në pasojat e pacienti me vështirësi në artikulim, pra në të folur, apo humbje koshiencet, me atake epilepsijet, apo edhe me të vjedha, me probleme në shikim. Zgjedhja e trajtimit varet nga lloji i hemorragjisë dhe gjendja klinike e pacientit. Embolizimi është në rastet kur kemi të bëjmë me hemorragji që janë të lindura, apo aneurizmat cerebrale, rupturimi apo çarja e tyre jep një hemorragji masive në tru dhe ka nevojë si tush edhe në kirurgji, por kombinuar kjo edhe me embolizim. Ecuria dhe rikuperimi pas një hemorragjie cerebrale ndikojnë nga disa faktorë përcaktues mjekësor dhe kohor. Në momentin kur pson një hemorragji cerebrale, koha e veprimit duhet të jetë shumë e shpejtë, e kombinuar kjo edhe me ekipet e urgjencës, sepse një pacient që pson hemorragji cerebrale, pson humbje të koshiencës, pson probleme kardiorespiratore, që të gjitha këto janë të lidhura me prognozën dhe me përmirësimin postoperator. Natyrisht, shumë hemorragji cerebrale kërkojnë ndërhyrje kirurgjikale, sepse në këtë mënyrë lehtësohet apo dekomprimohet pjesa e trurit. Menaxhimi i hemorragjive cerebrale mbetet një sfidë ku diagnostikimi i shpejtë, trajtimi i përshtatur dhe monitorimi i vazhdueshëm janë vendimtar për jetën dhe cilësinë e saj në vijim.